Një nga talentet e reja shqiptare që po spikati në futbollin e të rinjve në Itali, sulmuesi Flavio Sulejmani ka arritur një objektiv të rëndësishëm këtë javë duke regjistruar 100 ndeshje me fanellën e Lazios në kampionatet e moshave, duke u bërë i dyti të gjitha kohërave që arrin një gjë të tillë. Në fakt, Sulejmani është vetëm 2 ndeshje pas rekordmenit Leonardo Di Tommaso, i cili ka regjistruar 102 takime me moshat e Lazios. Por përtej vazhdimësisë në fushë, Sulejmani ka spikatur dhe me lojën dhe golat e tij me Lazion, ndaj klubi është vënë në lëvizje që të blindojë sulmuesin 19 vjeçar. Sipas mediave italiane, palët do të ulen shpejt në tavolinën e bisedimeve për të nënshkruar një kontratë të re të futbollistit, i cili u transferua dhe klubi bardhëkaltër nga Perugia në verën e vitit 2023 me klubin që ka paguar rreth 1 milion euro. Futbollisti ka spikatur me 10 gola deri tani në këtë edicion me ekipin Primavera, ndaj Lazio është gati të nënshkruajë një marrëveshje të re me të deri në verën e vitit 2029, duke blinduar kështu lojtarin i cili pritet që së shpejti të ketë mundësitë e tij edhe me ekipin e parë.